Vesh shqiptari din me hi dhëndër. Vesh shqiptari din me rrejt digitronin kur i harxhon bateriat. Vesh shqiptari din me Një sigista në hundë. Dyshoj. A ke po drejt kur nuk thojmë për shembull na ik në vonu për autobus për këtë thojnë na ik autobus. Kështu që ankesa kur se pranojmë na. Vesh na nuk e pranojmë. Domethënë vesh shqiptari din me çka i bën kjo? Din mos me pranuar që din mos me pranu. Po. Din mos me pranu gabimin. Vesh shqiptari di tana punë. Vesh shqiptari din me i bë këtë punë. Po, ta aty me gro kamionet e ti, aty me gro autobusit ti. Sa para që ne përshëndes ai ke i pranverës këtyre sa i djali shumë ja ka qellu që kur na ik autobusi na thojna ku u vanu autobusi ose iki autobusi po, na demet po. Na na vanu. Është e vërtet. Shqiptari di tana punë. Veç shqiptari din me vonë nan kur stilit përposh. Shumë me vërtet kjo. Ç'a më botash? Kena qev pak a den më fry. Se s'na bjen shpesh. Përsa ta, dhe që ato momente kur dhojmë men, ju lutem mos na pengoni, se nuk zgatë shumë, sepse nuk kemi shumë. Me bu mas mire dhe? Tiptar të bojnë as miri. Faleminderit shumë, e patëm një pozitive, bravo. Mimoza Gjim, vitin 2025, shqiptarit komenton në fotot në 2015 në Facebook, kalë bukur, jeta për ti shkallë. Veç shqiptarit i shkon menja. Ja veç shqiptarit din me i shku menja me ufe ju e anajsan. Veç shqiptarit din me thonë kësmet. E vërtet, sepse kismetit nuk i di. Faleminderit. Veç shqiptarit se pranon që i harxhon kerre. Veç qëre mujna me thonë veç shqiptarit din me gjetë një kerë që harxhon pak. Po. Ja, mes harxhon. Ato s'bën me thonë like. Ja, hajde, komentoj te kom parasysh. Po që shqiptari i vetë të dojtë kaj katës. Po, veç shqiptarit din me të vetë ka i ki dojtë, po. E vërtet është kjo.